Veç pak, a bën tipo më gjiran, veç unë ta bëj një fotografi që shtu se ma interesant del. Përshëndetje shikues të emisionin Një Kafe me Labin, unë thash që në vazhdim të qëndroni bashkë me ne se të ketë diçka interesant, e interesant vjen pikërisht prej Brukselit. Me rastin e 6 vjetorit të shtetit të Kosovës, edhe në Bruksel organizohet një mramje madhështore. Unë kam pas fatin që t'jem edhe me 28 nëntorin ku është organizuar po të njëjtën sallë, po të njëjtin vend nga Diamant Hasani dhe Hasan Sinani, dy organizatorë të mrekullueshëm, cilët ka qenë një publik i mrekullueshëm, kurse qofim se me rastin e 6 vjetorit të pavarësisë të Kosovës, a do të ketë mysafir, edhe pse besoj që ka me pas një atmosferë të mrekullueshme të marrë parasysh emra cilët janë të këngëtarëve. Për më tepër, unë kështu pjolon në shoqëri të pak pamjeve të Brukselit, pastaj shkojmë me njërin prej organizatorëve, do të bisedojmë, me njëre pas organizatorit shkojmë tek vendi, tek mramja ku është organizuar, ku gjithçka ka filmuar ky fajtori i cili është mbrapa kamerës. Fajtori thomun zakonisht këta cilë gjirojnë edhe atë mirë edhe atë keqen. Po e nali dritën kë unë nuk shina. Po si të që tjetë nuk e ka nali asë një moment. Ka gjiru momentet më të bukura dhe më interesante për gjithë ju shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Qëndroni me ne, mos ndani nga ne. Unë këto momente jam prap me Diamant Hasanin, kam kënaqësinë që jemi bashkë Një Kafe me Labin, midis Brukselit. Po, është e vërtet. Unë mikrofonin është jemi. Diamant, unë thash që është një organizim, unë kom pas fatin me qenë edhe me 28 nëntorin, kom pa atmosferën se si organizohet edhe atmosferën e cila krijohet pikrisht në Bruksel, njerëz të hareshëm, mikprica, gjithat bukurat. Kurse tash gjithçka para përgatitjet, po duaj që ne sonte veç do shkojmë drejt mbrëmjes e cila është organizu. Ka shku gjithçka organizimi mirë, gjithçka është në rregull. Çdo gjë është në rregull për momentin. Kemi shumë organizim, e kemi organizuar një mbrëmje me të vërtet edhe me 28 nëntor, ndërsa tani edhe për 6 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Kemi shumë rezervime, po më mërmenja kemi ftuar edhe këngëtarë shumë të mirë njohur, po kemi domethënë edhe shumë rezervime që më mërmenja që çdo gjë do ecën si duhet. Para kësaj here, domethënë me 28 nëntorin po duaj që ishin rreth 2000 veta. Tash kurse çka presin? Pak a shumë menimi që është ose rezervimet që janë bërë për momentin, më mërmenja që do kalohet numri 2000 personave që e kanë bërë rezervimin. Unë e di që një grup i madh jena. Grupi i madh po mendoj i artistave të cilët janë ftuar, jam Motat Mërtezi, është Levina Tahiri, Elvana Gjata, Flori, Noizi, kështu që një grup të kulukat, një grup koqa i madh. Edhe para kësaj here ishim bashkë me Sinanin, Motar Mustafa, Gjysten, Noizin, edhe dallim
më thonë edhe për atë teshit në këtë herë, sa i përket bugjetit, ma i madh bugjetit tash atëherë? Buxheti është pak më i madh e kësaj here sepse kemi ftuar shumë artista. Prapë ty ju falenderoj ty Sparit e gjithë këngëtarëve tjerë që do jenë prezent. Po do të jetë një mbrëmje e mrekullueshme. Kur kalon mbrëmja mirë, atëherë gjithçka është e mirë. Është e mirë për gjithë. Diamant, unë po ndalna pak, unë patjetër për shikuesit që me transmetua dhe mbrëmjen e cila do të mbahet edhe ne do të shkojmë më njëherë pas pak, edhe pse unë po them ne do të shkojmë, por shikuesit më njëherë pas bisedës do ta shikojnë edhe atmosferën. Të marr parasysh Diamanti tash sa vite në Bruxelles, kohën e fundit mirët me organizime, sepse ke punuar mjaft, ke bizneset tuja, ke punë ndën, ke goxha emër, po thuaj që në Bruxelles. Është mirë kur të njohin njerëz se na kanë jenë më shefe. Dëshira jame është që më ne gjithmonë diskret. Është e vërtetë që jetoj që 17 vite në Bruxelles. Është ka 2 vite që merrem me organizime të mbrëmjeve, domethënë merrem edhe me lokale, me restoracion. Po kjo është përvoja e fundit, domethënë që jam të i dhënë provat për mbrëmje shqiptar me pas mundësimi i bashku gjithë shqiptarët e gjitha trojet. Janë 2 festa që festohen, tani na u ka dhënë rasti që edhe me 17 shkurt ta festojmë, sidomos pavarësinë e Kosovës, se shumë njerëz e kanë paguar shumë shtrejt këtë ditë që na mundovëm me festu në çdo cep të Evropës. Sidomos në Kosovë, Shqipëni, Preshevë, Medveç, në gjitha trojet. Diamant, kur jemi tek festat, themi mi bashku gjithë shqiptarët, unë e di që edhe për 28 nëntorin ka pas musafir edhe prej Gjermanisë edhe prej Francës. Kemi pas musafir edhe prej Gjermanisë edhe prej Francës, kemi pas musafir edhe prej Anglisë, domethënë pak a shumë prej gjitha anëve të Evropës. Po në përgjithësi mbrëmja ka kaluar tepër mirë, më mërmenja që edhe kësaj herë do kalojmë gjithë bashkët një festë pa harrueshme. Diamant, biznesi çu po shkon? Mirë, në përgjithësi mirë çdo gjë. Unë po të falenderoj për zamërsisht, faleminderit shumë për këtë intervistë, faleminderit shumë për mikpritjen, për gjithë ato që i bën përgjithësi për secilin person që vjen drejt jush. Tash pa e marrë shembull, qoftë artist dhe qoftë një njeri e thjesht nëse vjen lokal tonë, unë e di që mikpritja po ekzistoj kjo. Po është një kënaqësi e jamja, e sidomos kur njoft njerëz si ju, edhe me gjithë artistat tjerë, po ju falenderoj herë për ndihmën e juaj, e gjithë stafit tuaj. Është një falenderim tamam i veçantë, sidomos edhe për Avnin, që ka kontribuar ai me gjitha mundësitë që ka pas. Falenderoj, faleminderit edhe një herë, inshallah veç për të mira takohemi. Inshallah gjithmonë, faleminderit edhe për juve. Shikues të emisionit Një Kafe me Labin, unë tani këto momente ku jemi bashkë me Diamantin, po jam gëzuar me Një Kafe me Labin, e kurse prej këtuhit unë bashkë me ekipin që jemi, do t'jemi në një vend tjetër. Atje do t'jetë atmosfera e di që në kulm, përjuftoj që qëndroni edhe më tutje bashkë me ne, bashkë me emisionin Një Kafe me Labin, e kësaj here një ndryshim prej Brukselit. Jo politik, po arktim.
Që